Suratul Maide, Medenia. Surja Al-Maide është medinase. Kjo sure e madhëruar që ka zbritur e fundit në Medinën e ndritur përfshin 120 ajete. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshirmadh, fort përdëllimtar, po filloj përkthimin e kësaj sureje. Ja eyyuhalladhina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum inna Allaha yahkumu ma yurid. O ju që keni besuar, çojini në vend besat e lidhura me Zotin e me njerëzit, për ju janë bërë halal kafshët, përveç atyre që do t'ju lexohen, por nuk është bërë halal gjuetia kur jeni të veshur me ihram për haxh, padyshim Zoti gjykon atë që dëshiron vet. Shpjegime. O ju që besuat, çojini në vend besat që keni lidhur, besimtar, mbajini besat e lidhura në mes tuaj e Zotit dhe në mes njëri tjetrit, ndryshe bëheni mëkatar. Zoti u ka drejtuar urdhrin besimtarve sepse ata janë si ushtarët e disiplinuar të cilët e zbatojnë urdhrin e marrë nga eprori i tyre, pa pyetur për psen e tij, sepse besimtarët pasi e kanë pranuar besimin në Zotin e vërtetë dhe në ditën e Kiametit, kanë marrë përsipër edhe kryerjen e detyrave që u kanë ngarkuar feja. Fjala uqud, që është shumë si fjalës akt, do të thotë lidh plotësisht një send me një send tjetër. Në këtë lidhje hyn të gjitha detyrat që kanë njerëzit ndaj Zotit dhe ndaj njëri tjetrit. Pra me këtë fransë të shkurtër, Zoti ynë ka urdhëruar që t'i çojmë në vend të gjitha detyrat që na kanë ngarkuar feja dhe të mos i bëjmë tradhti në asnjërin, sepse kështu ai ka siguruar rregullimin e punëve që kanë njerëzit me Zotin e me shoqin. Zoti dha këtë urdhër lakonik si rregull të përgjithshëm për të shpjeguar disa detyra. Zoti urdhëron e thotë: për ju janë bërë halal kafshët, besimtar, jeni të lejuar të interesoheni për mishin, lëkurët dhe të tjera sende të kafshëve katërkëmbëshe, shtëpiake qofshin ato, ose të egra, keni të drejtë të hani mishin, të pini qumshtin dhe të përdorni leshin e lëkurët e tyre për dobin tuaj. Zoti ynë pasi përmendi halallëkun për interesimin për kafshët katërkëmbëshe, shtëpiake qofshin ato ose të egra, bëri dy përjashtime. 1. Përveç atyre që do të lexohen për ju në ajetin hurrimet aleikumul meitatu, për ju janë ndaluar coftinat, gjaku, mishi i derit. 2. Gjuetin kur jeni të veshur me ihram për haxh, pra nuk jeni të lejuar të interesoheni për ato kafshë që do të lexohen për ne në ajetin hurrimet, dhe të gjuajmë kafshët e egra kur jemi të veshur me ihram për haxh, dhe as të interesoheni për kafshë të gjuajtura në këtë kohë. Pastaj Zoti urdhëroi e tha: padyshim Zoti gjykon atë që dëshiron vet. Zoti i madh e i vërtet lejon që të theret, të gjuhet, të hahet, cila kafshë të doj ai. Pra kur kush nuk ka të drejtë të kundërshtoj e të thotë përse disa kafshë janë të lejuara halal e disa janë të ndaluara, përse në disa kohë jemi të lejuar të gjuajmë e në disa kohë jemi të ndaluar. Këtyre e lloj kundërshtimesh Zoti ynë i është përgjigjur me frazën e fundit të ajetit: padyshim Zoti urdhëron e ndalon atë që dëshiron vet. Zoti për të ndaluar hapur ata njerëz që kundërshtojnë urdhrat e tij, urdhëron e thotë: ja eyyuhalladhina amanu la tuhillu sha'air Allah ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. O ju që keni besuar, mos e quani punë të lejuar halal cënimin e shenjave të Zotit, as luftimin në muajt e ndaluar, as cënimin në kurbanet, as cënimin e atyre kafshëve që janë të shënuara për të bërë kurban, as vrasjen e atyre njerëzve që vinë me përkushtim të vizitojnë Qaben dhe që kërkojnë ushqim prej Zotit me tregtie për të fituar kënaqësinë e Zotit. Por posa të dilni prej ihramit, gjuani, merruni me gjuheti, let mos ju shty mëria ndaj disa njerëzve dhe të tej kaloni kufirin, për shkak se ata ju kanë ndaluar juve më parë që të vizitoni Qaben. Ndihmoni shoku në punë të mira dhe në largimin nga të këqijat. Takua, mos e ndihmoni njëri tjetrin në mëkate, në padrejtësi. Kjeni frikë Zotin, sepse Zoti ka ndëshkimin shumë të rrept. Shpjegime. O ju që keni besuar, mos i quani punë të lejuar halal cënimin e shenjave të Zotit. Shenjat e Zotit është për çdo urdhër e ndalim të Zotit, që janë shenjat e fesë së Zotit. Pra ajeti do thotë: besimtar, mos e numëroni punë të lejuar për veten tuaj që të veproni kundër urdhrave të Zotit, për ndalimet e Zotit të cilat shënojnë fenë e Zotit.
Shenjat e Zotit mund të jenë për punët e haxhit. Atëherë ajeti do të thotë besimtar mos I ndryshoni punët e haxhit, të cilat janë shenja të vëna prej Zotit. Shkaku për zbritjen e ajetit është ky. Tregohet prej Ibn Abbasit se idhujtarët në kohën e xahilijetit vizitonin Qaben dhe sillnin aty kurbane I thernin. Ata zbatonin edhe rregulla të tjera të haxhit, pasi Meka ra në dorën e myslimanëve, disa sahabë deshën të ndryshonin disa rregulla të haxhit, duke thënë se ata ishin zakonet të kohës së xahilijetit. Për këtë dëshirë të sahabëve ka zbritur ajeti për t'i ndaluar të ndryshonin punët e haxhit. As luftimi në muajt e ndaluar mos e numëroni punë të lejuar. Muajt e ndaluar është për 4 muajt hënor, Dhulqiyade, Dhulhijja, Muharram, Rajab, në të cilët arabët e quanin punë të ndaluar haram, të luftonin me njëri tjetrin. Mos e numëroni punë të lejuar as cënimin në kurbanet, as cënimin atyre kafshëve që janë të shënuara për të bërë kurban. Fjala hedi do thot kafshë që I sillnin haxhit për t'i bërë kurban në Mekë. Fjala qalaid është shumë si fjalës kilade, gjerdan, një leck e vjetër që arabët ja varnin në qafë kafshës që do ta bënin kurban. Pavarësisht se fjala hedi ka edhe kuptimin qalaid, për theksuar se është më mirë t'i varet gjerdan kafshës që do të bëhet kurban në Mekë, është përmendur posaçërisht fjala qalaid, pra ajeti do thot mos I cënoni kafshët e sjella në Mekë për t'i bërë kurban, sidomos kafshët e shënuara me gjerdan. Mos e numëroni punë të lejuar as vrasjen e atyre njerëzve që vinë me përkushtim të vizitojnë Qaben dhe që kërkojnë ushqim prej Zotit me tregti e për të fituar kënaqësinë e Zotit. Si shkak për zbritjen e kësaj fraze tregohet ngjarja që vijon. Një njeri I quajtur Shurej, nga fisi Beni Bikr, ka ardhur në Medinë. Ka hyrë te pejgamberi dhe ka pyetur për çfarë u bën thirrjet I njerëzve. Pejgamberi është përgjigjur: u bëj thirrje të besoj njësimin e Zotit, në tauhid. Shurejhi ka thënë: unë kam prur me vete disa nga paria e kabiles, prandaj më lejo të shkoj e të bisedoj me ta, mbase vim së bashku dhe bëhemi mysliman. Pasi doli Shurejhi, pejgamberi u tha shokëve të vet: ky njeri hyri me fytyrë mohuesi dhe doli me kokë keqbërësi. Shurejhi shkoi aty ku kishte lënë kalin e vet, mori dhe disa kuaj të tjerë që ishin duke kullotur aty rreth dhe iku. Sahabët e ndoqën, por nuk e zon dot. Vitin tjetër Shurejhi ka ardhur në Mekë për të vizituar Qaben, ka sjell edhe kafshë për t'i bërë kurban hedhje në Mekë. Sahabët e kanë pikasur dhe e kanë dashur ta sulmojnë, por pejgamberi nuk I ka lejuar. Shurejhi ka ardhur, u ka thënë pejgamberi alayhis salam të vizitoj Qaben dhe ka sjell edhe kurban. Atëherë, sipas mendimit të pejgamberit, ka zbritur ajeti në fjalë. Si shkaqe për mos cënimin atyre njerëzve që vinë për të vizituar Qaben, Zoti tregon këto. Ata kërkojnë prej Zotit ushqimin me tregti dhe kërkojnë edhe kënaqësinë e Zotit, pra në asnjë mënyrë mos I ndaloni ata njerëz që vinë në Mekë për qëllim tregtie dhe për të fituar kënaqësinë e Zotit, sepse këto qëllime janë të mira. Zoti tha se është e ndaluar gjuetia për ata që janë të veshur me ihram, për të treguar se gjuetia lejohet. Pasi të hiqet ihrami, urdhëron e thot: por posa të dilni prej ihramit gjuani, keni leje të gjuani. Këtë urdhri për të gjuajtur është për lejim. Le të mos ju shty mëria ndaj disa njerëzve dhe të te I kaloni kufirin për shkak se ata ju kanë ndaluar juve më parë që të vizitoni Qaben. Nëse disa njerëz ju kanë bërë padrejtësi më parë, nuk është e drejtë që edhe ju të bëni atyre padrejtësi. Nëse ata më parë ju kanë ndaluar juve që të vizitoni Qaben, ju mos I ndaloni. Ndihmoni shoku në punë të mira dhe në largimin nga të këqijat, takua. Mos e ndihmoni njëri tjetrin në mëkate, në padrejtësi. Tjeni frikë Zotin, sepse Zoti ka dëshkimin shumë të rrept. Po, detyra e besimtarëve është që të ndihmojnë njëri tjetrin, me aq sa është mundësia, por jo për çdo punë. Pra, ju që keni besuar ndihmojeni shoku në të gjitha punët e mira dhe ruajeni njëri tjetrin prej punëve të këqija. Mos e ndihmoni njëri tjetrin në faje, në krime, mos e dëmtoni tjetrin. Kjeni frikë Allahun, sepse Allahu e ka dëshkimin shumë të rrept për njerëzit që ndihmojnë së keqes. Me këtë ajet të shkëlqyer, Zoti I madhëruar ka vënë themelet e qetësisë së duhur për shoqërinë njerëzore, duke I nxitur besimtarët për moralet e bukura dhe duke I ndaluar ata nga veset e këqija. Ndihmoni shokun në të mirat, thot ajeti, pra mundohuni t'i kryeni nevojat njëri tjetrit, shtrijuani dorën jetimve, vejushave, ndreqni rrugët, siguroni qetësinë, përgatituni për të fituar kundër armikut e të tjerë, dhe që të mos e shqetësoni njerëzin, mos I ndihmoni kur kujt në vjedhje, grabitje, në veprime të tjera të padrejta. Ajeti përfundon duke I friksuar ndihmuesit e së keqes me ndëshkimin e rrept të Zotit.